pa dashur të bëj avokatin e të akuzuarve, nuk ka mundësi në një rast me 14 viktima dhe me shumë të lënduar, që dy personat në fjalë që edhe tashima janë të dënuar me vendim të plot fuqishëm, të marrin një dënim nga 3 vjet burg. Kemi 14 viktima. Domethënë, ky rast kërkonte hetim të thelluar dhe para bankës të akuzuarve të ishin personat e vërtet dhe të merrnin dënimin e merituar. 3 vite burgim për këta persona, domethënë është proces që dëshmon se diçka këtu nuk shkoi si duhet. Dhe me thënë ju thoni që në një situatë tjetër, dënimi do duhet të ishte shumë më i madh, sepse 14 viktima nuk mund të barazohet me 3 vjet burg. Patjetër.